Mendoj që këto zhvillime në lindjen e afërme, pra me sulmet e amerikane ndaj fisëve Houthi në Jemenin e Jugut, mos gaboj, janë një vazhdim i asaj politike që Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me Britaninë e Madhe, gjeopolitike këto ndërhyrje, kanë vendosur të zgjidhin problemin e Jemenit, pra e anive që kërcënohen atje, sidomos atyre izraelite. Mirë po, ka një farë ndryshimi në qasjen Rusje në këto domethënë aksione. Në qoftë se më përpara Rusia në mënyrë të zjarrt dhe aty kemi dhe hartën ku janë zonat që janë goditur. Po, vazhdo. Po, më fal. Edhe pra, domethënë Rusia ka protestuar me forcë kur më përpara domethënë amerikanët bombardonin Jemenin, domethënë Houthi, dhe kjo gjë domethënë tashti ka ndryshuar disi, domethënë jo se Rusia është e kënaqur nga këto bombardime, pasi në bisedimet me Mark Rubio, Sergej Lavrov deklaroi që duhet të ndalohet dhuna, por nuk bëri deklaratat, le të themi, të forta, dhe kjo ka ngjasa pasi vetë sekretari i Shtetit Rubio e informoi palën ruse për sulmin amerikan, gjë që nuk ka ndodhur më përpara asnjëherë. Nga njëra anë, domethënë tregon një diplomaci, si thuash, një avans që i jepet Rusisë duke informuar në këtë drejtim, nga ana tjetër, ndoshta dhe për ta paralajmëruar, për të mos u futur, për mos ndihmuar Iranin, sepse Houthi janë një forcë proksi iraniane, pra dhe nuk fshihet, gjithmonë ndihet që është kështu, dhe ky sulm konsiderohet edhe këtu në Rusi e kanë të qartë që ky sulm konsiderohet si një paralajmërim i fundit ndaj Iranit.